Pse shqiptarët luftuan në Çanakkale? 1. Hija luftës dhe Shqipëria në fillim të shekullit të 20. Në fillim të shekullit të 20, Ballkani ishte një mozaik i trazuar i pushtimeve, rebelimeve dhe aspiratave për liri. Shqipëria e ndarë midis fuqive të mëdha dhe perandorisë osmane përpiqej të mbante identitetin e vet dhe të fitonte pavarësinë. Por historia kishte përgatitur një provë të madhe, lufta e parë botërore. Në mes të kësaj lufte të egër, një nga betejat më dramatike do të zhvillohej në Çanakkale ose Gallipoli, ku deti takonte dhimbjen dhe trimërinë. Për shqiptarët që shërbyen në ushtrinë osmane, kjo nuk ishte thjesht një betejë politike. Ishte një provë e guximit, një test i shpirtit, një sfidë për të mbrojtur atë dheun e tyre të largët dhe të brendshëm njëkohësisht. Shumë prej tyre u nisën me frikë dhe shpresë në zemër. Shumë nuk e dinin nëse do të ktheheshin gjallë, por një gjë ishte sigurt. Ata do të luftonin me çdo frymë për të mbrojtur vendin e tyre dhe për të treguar botës se shqiptari nuk dorëzohet. 2. Guximin e Çanakkale. Pranvera e vitit 1915 solli shumën e topave ty me pluhur mbi tokën e Çanakkales. Aleatët me flotën e tyre të fuqishme synonin Stambollin dhe rrugën për në zemër të perandorisë osmane. Shqiptarët e shpërndarë në radhët e ushtrisë osmane u përballen me një realitet të ashpër, betejë kundër numrit të armikut të pamëshirshëm. Por në çdo shikim, në çdo zemër shqiptari qëndronte një vendim i qartë, të mos dorëzoheshin. Ata mbajtën pozicionin e tyre, shpesh duke sfiduar rrezikun dhe vdekjen. Shumë ranë të rrethuar nga plumbi dhe tymi, por sakrifica e tyre nuk u harrua. Çdo copë toke që e mbanin, çdo centimetër që nuk e lëshonin, ishte dëshmi e guximit shqiptar. Kjo betejë nuk ishte thjesht një përpjekje për të fituar territore, ishte një provë e shpirtit, një betejë për nderin dhe krenarinë e shqiptarëve dhe në kushtet më të rënda. Historia e tyre mbetet një kujtesë gjallë se heroizmi nuk matet me numra, por me zemër dhe vendosmëri. Trashëgimia e heroizmit. Pas Çanakkales, shumë shqiptarë u kthyen në vendet e tyre me plagë dhe trup dhe shpirtrat e tronditur. Por tregimet e tyre të ruajtura nga familjet dhe fshatrat prisnin për guxim të jashtëzakonshëm. Çdo historienje shqiptari në Çanakkale është një rrëfim për sakrificë, për mbajtje dhe krenari. Çanakkale nuk ishte thjesht një vend betejë, ishte një shkollë e guximit, një provë e qëndrueshmërisë dhe një testament i forcës shqiptare përballë sfidave. Sot kujtesa e kësaj betejë na mëson se përballë vështirësive më të mëdha, bashkimi, trimëria dhe besnikëria ndaj idealit janë ato që krijojnë legjenda. Shqiptarët e Çanakkale na lanë një mësim të përjetshëm, kur zemra dhe vendosmëria janë të forta, asgjë nuk mund të thyhet. Ky është kujtimi një populli që luftoi me shpirt, jo vetëm për një perandori, por për veten dhe për historinë e vet.